Turizmi në Gjirokastër po shtrihet gjithnjë më shumë edhe drejt zonave rurale. Autoritetet po punojnë që turistët të njohin edhe zonat malore të këtij qarku. Të gjitha shtigjet malore po bëhen bashkë në një hartë, në mënyrë që vizitorët të orientohen sa më mirë drejt tyre. Për të parë në Gjirokastër kemi marrë një iniciativë për shënimin e shtigjeve malore, të cilat do shërbejnë për lidhjen e fshatrave dhe zonave të tjera rurale, duke ndërthurur me biodiversitetin që këto zona disponojnë, larmishmërinë e terrenit, relievit. Kjo iniciativë pritet të nxjisë zhvillimin e turizmit të aventurës në Gjirokastër, ndërsa turistët kanë mundësinë të shijojnë natyrën e veçantë e gjithashtu të njihen edhe me traditat e zonave. Kjo iniciativë do kontribuojë në zhvillimin ekonomik të zonës rurale, duke nxjerrë në pa kulturën dhe traditat unike që ka çdo fshat, punimet artizanale, llojet e gatimeve që ata mund të ofrojnë. Shënimi i shtigjeve malore jep ndikim edhe në zhvillimin ekonomik të zonave, çka përkthehet në më shumë të ardhura për banorët.